Koha e pajisjes me kartë identiteti zbret nga 14 ditë në vetëm 3 ditë. Risia është lançuar nga kompania shtetërore e prodhimit të dokumentave biometrike, duke sjellë një shërbim të ri për qytetarët edhe të Vlorës. Fal këtij shërbimi, përmes një pagese prej 3.000 lekësh të reja, çdo qytetar i Vlorës mund të pajisjet me letër njoftimin elektronik brenda 3 ditësh, njësoj edhe si në rastin e pasaportës. Por ka gjithashtu edhe një mundësi të dytë, e cila është ajo aktuale që do të mbetet sërish në fuqi, ku çdo kush, të cilit i pret puna, mund të bëjë kartën e identitetit dhe ta përfitojë atë për 14 ditë, duke paguar 1.500 lekë të reja. Praktikisht, kartave të identitetit i shtohet një mundësi të cilën nuk e kanë pasur më parë, atë të përfitimit të tyre brenda një afati më të shkurtër kohor. Kjo nisëm do të ketë impakt në zgjedhje, duke shtuar në këtë mënyrë edhe numrin e votuesve në zgjedhjet e 11 majit. Shërbimi është krijuar për të lehtësuar gjithashtu dhe për shpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevoja edhe urgjente për dokumentacionin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë pak ditë në Vlorë dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin sa më shpejt kartën e tyre të identitetit për arsye personale, profesionale apo administrative. Në vijim të këtij angazhimi, kompania e kartave dhe pasaportave, në varësi të Ministrisë së Brendshme, me iniciativë të kësaj ministrie, synon që të jetë më pranë qytetarëve, duke ofruar produkte të shërbimit që përmirësojnë jetesën. Procedura për përfitimin e kartës së identitetit është e thjeshtë dhe e njëjtë me atë që përfitohej më parë në një afat më të gjatë. Më parë duhet bler një kupon, por ai duhet të zgjidhet me procedurë të përshpejtuar përkundrejt pagesës 3.000 lekë. Merret gjithashtu dokumenti vjetër ose vetë deklarimi i humbjes apo vjedhjes së letërnjoftimit nga Albania. Bëhet aplikimi në një prej zyrave edhe në qytetin e Vlorës, të riqet karta sërish aty ku është bërë më parë aplikimi. Ky shërbim është i vlefshëm për të gjithë qytetarët e Vlorës, duke përfshirë ata të cilët pajisen për herë të parë me letërnjoftim, ata që rinovojnë dokumentin e skaduar dhe ata që kërkojnë zëvendësim për afat të skadimit, dëmtimit, vjedhjes apo edhe humbjes së saj.